1998-99 e kishin kthyer fshatin Lubisht të Hasit të Prizrenit strehën kryesore të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për mobilizim dhe furnizim me armë e municion që vinte nga Shqipëria. Hasan Parallangaj kujton se 8 kullat e këtij fshati ishin konaku i çlirimtarëve, pos kësaj nga Hasi shumë të rinj ju bashkua në UÇK-s. Këtu më konë kryetori kryesor i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ditët më të para i kujtoj me 10 prill, kër kom përcjell Zahir Parazitin. Po, në 8 kulla janë Lubisht, një nuk ka thonë që nuk ja qeli ushtrisë çlirimtare derë. Që jenë konë të unë 16 e provat ushtrisë çlirimtare të Kosovës, këtu ishë bo mazisin në qakë. Masakra e Lubishdës ishte e rëndë, kujton Parallangaj. Gjendja kufomave atëherë në morgun e Rahovecit ishte akoma më e rëndë, thot ai. Nuk jenë konë vish me plombja, po jenë konë masakra të tashme, po sënë bëhimi përmenë se nuk e konë vish gjallë jam, po shumë djemë të Lubishdës e konë masakra e tashme. Se plumi është i pashtë bia, po... Në familjen e Fejzullah Shehut u rritën 18 jetima. Se i kom djalin, 4 vllazën, 2 një pashtat familjes. 18 jetima me kalon. Tonë jenë rritë, jenë shkollue, veç deka nuk ka qare, ta në kanë qare. Por kjo dek është me krenari e me moral. Për vjetori 27 i krimit të Serbëve në Lubisht, mblodhi sërish për t'i nderuar ata që ranë, pos familjar edhe bashkëluftëtare e figurat të skenës politike. Me martirët ne kemi të regu që jemi popull qëndrëstar, sakrifikojmë dhe nuk dorëzohemi, ndërsa dëshmorët janë aty për të na të reguar që ne jemi popull i guximshëm dhe nuk i druhemi asnjë armiku përderisa jemi në të drejtën tonë historike. Në Lubisht atë pranveru vranë e masakruan 41 civil të pafajshëm, më i riu 16 vjeç, ndërsa në betejat lavdishme shkruan historinë 14 djemë të kësaj ane.